Habit mjeku i njohur. Konsumi i hudhrës esëll trajton këto 10 probleme. Arsyeja pse është shumë efikase kur hani hudhër përpara mëngjesit është se bakteriet janë të ekspozuara ndaj hudhrës, kështu që mund të mbroheni lehtë nga veprimi i tyre. Hudhra është shumë e dobishme për shëndetin e njeriut. Është e shëndetshme dhe mund të parandalojë ose të lehtësojë një sër komplikacionesh. Në mëngjes mund ta konsumoni me lukth të zbrazët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo do të shtojë gjithashtu fuqinë e saj dhe antioksidantët që përmban hudhra do të veprojnë gjithashtu edhe më fort në organizmin tuaj. Për shkak se hudhra është një antibiotik dhe antioksidant i cili mbron stomakun tuaj kundër infeksioneve dhe sëmundjeve, kështu që ajo çfarë hudhra mund të bëjë nëse ju e një pjesë të konsumit tuaj ditor, mund të jetë vërtet e larmishme për organizmin edhe në betejën kundër komplikacioneve të tij. Hudhra ka efekte në uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Pa pasur nevojë që ta teproni me konsumin e saj, elementet e saj ushqyes mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Inflamacioni, pa marrë parasysh se i cili lloji është, mund të parandalohet ndjeshëm nga përdorimi i hudhrës. Personat me artrit mund të përfitojnë gjithashtu nga kjo bimë e veçantë. Duke ngrënë hudhër me stomak të zbrazët, ju vetëm do të ndihmoni trupin tuaj, por edhe do të parandaloni shqetësimet që shkakton artriti. Gjithashtu do të lehtësoni inflamacionin duke i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj në mënyrë të rregullt. Por nëse hani hudhër me stomak të zbrazët, infeksionet do të lehtësohen ndjeshëm. Të gjitha llojet e infeksioneve bakteriale mund të mbahen larg me përdorimin e kësaj bime të mrekullueshme. Ftohja e shpeshtë, alergjitë sezonale dhe problemet të ndryshme të ngjashme mund të sjellin gjithashtu ndryshime të plota në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Hudhra ka një potencial për të përmirësuar organizmin, ndaj konsumi i saj në mënyrë të reduktuar dhe sasinë e rekomanduar sipas ekspertit mund të japë përfitime të duhura në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e shqetësimeve të ndryshme. Në menaxhim të trupit tuaj, hudhra mund të sjellë shumë përfitime, por cila është koha e duhur për ta shtuar atë në dietën tuaj? Si duhet ta konsumojmë për të marrë përfitimet e tyre shëndetësore? Hudhra i përket familjes Allium, perimet më bulboze që përdoren gjërësisht për shije dhe për ushqim. Ajo është një aromatizuese e përdorur gjërësisht në kuzhinë. Hudhra forcon sistemin imunitar për ata që kanë një imunitet të dobët, kur konsumohet me stomakun bosh. Funksionon edhe për të lehtësuar gjithashtu ftohjen. Ajo rrit imunitetin tuaj në mënyrë natyrale dhe lehtëson gjithashtu inflamacionet që i shkaktojnë shëndetit tuaj në tërësi. Ajo është një ndihmë shumë e mirë në betejën kundër dhimbjeve të stomakut dhe kapslëkut. Hudhra mund të rrisë qëndrueshmërinë në përgjithësi të trupit tuaj dhe fal antioksidantëve të shumtë që ajo përmban, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni një thelbi hudhër në dietën tuaj? Hudhra vjen e mbushur me përfitime të mira shëndetësore, ndaj të cilat do t'i rendisim në këtë video sipas ekspertëve të Healthline. Ajo është e pasur me nivele të larta të antioksidantëve. E mbushur me veti antioksiduese, hudhra është e mrekullueshme kur bëhet fjala në trajtimin e inflamacioneve. Hudhra përmban antioksidant të fortë natyral që mund të heqin gjithashtu edhe problemet dhe të reduktojnë inflamacionet. Sigurisht kjo është një arsye pse hudhra duhet të përfshihet me do e mos në dietën tuaj ditore, sidomos ato që shkaktojnë inflamacione në organizëm. Hudhra ndihmon gjithashtu në betejën kundër problemeve të kolesterolit në organizëm. Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, hudhra mund të jetë një zgjidhje e mirë. Shtojini atë në dietën tuaj të përditshme dhe përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet unike. Hudhra dihet se ka veti mjaft të mira në uljen e kolesterolit e keq dhe atij total. Hudhra ndihmon gjithashtu në një menaxhim më të mirë të presionit të lartë të gjakut. Një nga përfitimet e shtimit të hudhrës në dietën tuaj është se ajo mund të ndihmojë gjithashtu në mbajtjen në kontroll të problematikave që lidhen gjithashtu edhe me tensionin e lartë të gjakut.
Ndaj, përfshirja e saj brenda rekomandimeve tuaja ditore mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj. Një studim ka treguar se konsumi i hudhrës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për uljen e presionit të gjakut për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara ditore. Shtimi i hudhrës mund të luftojë gjithashtu të ftohtin e zakonshëm, duke nxitur një imunitet më të fortë të organizmit dhe duke lehtësuar gjithashtu komplikacionet e tij. Një produkt i shkëlqyer për të luftuar të ftohtin dhe kollën është edhe ngrënia e hudhrës. Hudhra dihet se rrit funksionin e sistemit imunitar duke rritur kështu edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Përfitimet të tilla të hudhrës do të jenë një mbrojtje e mirë e shëndetit dhe lehtësuese e këtyre shqetësimeve, ndaj përdoreni atë në të mirë të organizmit tuaj. Hudhra ka pak kalori në përmbajtjen e saj. Ushqimet me pak kalori gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për mbrojtjen e shëndetit dhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve, të cilat mund t'i ofrojnë një menaxhim më të mirë të shëndetit. Kur bëhet fjala për konsumin e hudhrës në vaktet tuaja ditore, sigurohuni ta konsumoni me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja. Kështu ndikimi i saj në organizëm do të jetë më i fuqishëm, më i plotë dhe gjithashtu do të sjellë ndikimet e saj parësore në mbrojtjen dhe në menaxhimin më të mirë të shëndetit. Hudhra është një nga bimët më të vjetra në përdorim të thuajse çdo kuzhine. Është e shkëlqyer jo vetëm në gatim, por edhe në rigjenerimin e shëndetit në tërësi. Në këtë video, sipas Eatingwell, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që hudhra do t'i japë në shëndetin tuaj nëse e përfshini atë si duhet në vaktet tuaja ditore. Kështu ndikimet e saj në organizëm do të jenë më të plota, më të fuqishme dhe do të evitoni gjithashtu ndërveprimet në shëndetin tuaj. Hudhra do të ndikojë gjithashtu edhe në menaxhimin më të mirë të llogatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Hudhra mund të ndihmojë diabetikët të kontrollojnë nivelin e sheqerit në gjak, sepse ajo përmban edhe element të rëndësishëm që mund të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. Hudhra ka përmbajtje të mira të sqafurit, shumë i rëndësishëm për aktivitetet tuaja shëndetësore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Hudhra është e pasur me organa sulfurik të cilët japin asaj aromën, shijen dhe vetit e saj kuruese. Ajo ka efekte të mira biologjike që mund të ndikojnë gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit dhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Ndaj përdorimet të tilla të hudhrës në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë menaxhuese e imunitetit. Hudhra është një ndihmë shumë e mirë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Hudhra përmban përbërës si organës sulfurikët të cilët do të ulin kolesterolin e keq në mëlçi, duke bllekuar kështu enzimat të dëmshme dhe duke i dhënë organizmit një mbrojtje më të mirë ushqyese në tërësi. Përdoreni atë me kujdes në të mirë të shëndetit dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë edhe në betejën kundër problemeve të ndryshme kardiovaskulare. Studimet të shumta kanë treguar se marrja e hudhrës në përditshmëri mund të rregullojë kështu presionin tuaj të gjakut dhe të jetë një menaxhuese shumë e mirë e tij. Sigurisht, duke u kombinuar si duhet në dietat tuaja ditore, rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu rigjeneruese, lehtësuese dhe parandaluese kundër këtyre inflamacioneve të përgjithshme. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj ka efekte të mira në shëndetin tuaj fal antiinflamatorëve që ajo përmban me shumicë. Inflamacioni është përgjigjja natyrale e trupit ndaj lëndimeve ose infeksioneve, kështu që përfshirja e hudhrës në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit kundër këtyre shqetësimeve. Hudhra ka efekte të dobishme edhe për traktin tuaj gastrointestinal. Hudhra përmirëson funksionet e traktit gastrointestinal për shkak të vetive të saj antimikrobike dhe parandaluese. Sigurisht, përfshirja e saj në dietën tuaj ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ajo bart. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.